gjithmonë me lejen e Redit, dhe doja të thosha disa fjalë për këtë projekt ligj, që mua më duket i rëndësishëm, edhe pse ndryshimet në të kanë qenë të shpeshta. E para mbi gjitha nga pikpamja formale do doja të sqaroja që ligji ekzistues lejon ndërtimin e parqeve eolike në tokat me bonitet deri në 8, vetëm duke vijuar aktivitetin bujqësor. Ndërkohë që po ligji ekzistues lejon ndërtimin e parqeve agri-fotovoltaike në toka me bonitet 7 deri në 8, por në mënyrë të kombinuar dhe pa ndalur prodhimin bujqësor. Ndërkohë që po prap ligji lejon ndërtimin e parqeve fotovoltaike dhe eolike në toka me bonitet 9 deri në 10, por të vërtetuara nga Drejtoritë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Bujqësore. Pra këto janë kufit që ka vendosur ligji ekzistues. Ajo që mua më shqetëson ka të bëjë me formulimin që ka ligji që ka ardhur para nesh, edhe që nuk ka sanksionuar qartësisht kufit e vendosur në ligjin ekzistues. Por lë të hapur me formulimin që Këshilli i Ministrave përcakton kriteret për përdorimin e tokës bujqësore për kryerjen e aktivitetit agri-fotovoltaik sipas përcaktimeve të këtij neni dhe të atij eolik në tokat bujqësore me bonitet deri në 8, procedurat për monitorimin e ushtrimit të aktivitetit përfshirë masat për shkelje të kushteve të ushtrimit të aktivitetit, si dhe tarifën paguajnë subjektet që tregtojnë energjinë e prodhuar në centralet e energjisë rinovueshme agri-fotovoltaike në toka bujqësore. Çfarë po kërkoj? Po kërkoj që në nenin 2, në pikën 6 që i shtohet projekt ligjit, të jenë shumë të qarta, të përcaktuara kufit që ka vendosur vetë ligji për parqe fotovoltaike, për parqe eolike, për parqe agri-fotovoltaike dhe natyrisht edhe për parqe eolike pastaj. Nuk duhet të ketë asnjë ekuivok sikur për parqet agri-fotovoltaike hapet kufiri duke filluar nga toka me bonitet 1 deri në toka me bonitet 8. Do duhet një definicion më i qartë në ligj për të garantuar pikërisht këto kufi. Për ndryshe pastaj këto parqet agri-fotovoltaike do të shtrihen në gjithë territorin e tokës bujqësore në gjithë vendin. E natyrisht kjo nuk është një gjë e mirë. Thënë këtë, patjetër që këto definicione që janë dhënë në ligj, sa i takon parqeve eolike, agri-fotovoltaike, natyrisht nuk mbrojnë tokën bujqësore. Do doja që ta ndaja për herë të dytë apo për herë të tretë, sa herë është paraqitur qeveria këtu për të ndryshuar këtë projekt ligj, që koncepti mbi tokën bujqësore ka ndryshuar edhe mbi prodhimin bujqësor ka ndryshuar totalisht. Të treja proceset që legjitimohen tani me ligj pasi në territor janë hapur aktivitetet që zhvillohen, qoftë aeroponia, qoftë akuaponia, qoftë hidroponia, e kanë ndryshuar totalisht konceptin mbi tokën bujqësore dhe prodhimin bujqësor. Nuk ka nevojë fare për bonitet për hidroponi. Fare zero. Toka mund të jetë me bonitet edhe 12, edhe 13, edhe 14 dhe mbi të bëhet hidroponi shumë qartë. Ashtu siç edhe për akuaponin nuk ka fare nevojë për bonitet të tokës. Duhet sipërfaqe. Edhe unë jam dakord plotësisht me atë që ju thatë, që këto janë procese shumë të rëndësishme e inovative që po ndodhin në prodhimin bujqësor. Veçanërisht në strukturën apo në sektorin e perimerisë, po edhe të frutave, pa asnjë lloj diskutimi. Por këto ka nevojë për sipërfaqe. Në qoftë se ne këtë sipërfaqen deri në 8 apo 8 deri në 9 e japim pa asnjë lloj kufizimi për parqe eolike apo për parqe fotovoltaike, pa detyrimin për të zhvilluar aktivitet bujqësor, atëherë çfarë kuptimi ka që ne legjitimojmë 3 forma shumë të rëndësishme të zhvillimit të bujqësisë, edhe aeroponin, edhe akuaponin, edhe hidroponin. Çfarë duhet të them? Që toka duhet për bujqësi. Nuk duhet për aktivitete industriale, siç është edhe prodhimi i energjisë elektrike. Duhet për bujqësi. Ne nuk jemi një vend që kemi hapësira pafund për të zhvilluar aktivitet bujqësor, qoftë në perimeri, qoftë në drithra,
qofte edhe në frutikulturë. Nuk kemi pafund tokë bujësore. Pikërisht për këtë arsye, toka na duhet për të zhvilluar aktivitetin bujësor dhe blektoral, po në krahun tjetër për të zhvilluar edhe këto forma të reja të bujësisë. Aeroponin, aquaponin edhe hidroponin. Nuk ka nevojë për bonitet atje. Pra janë konkurruese bujësia përmes këtyre tre formave me prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme, duke përdorur tokën për të instaluar aty panele fotovoltaike apo edhe implante eolike. Në këtë sens, unë prisja që ndryshimet në ligj të ishin në këtë drejtim. Pra të eliminimit të aktivitetit të pastër eolik dhe fotovoltaik në tokat bujësore, pavarësisht bonitetit tyre. Po, kështu mbrohet toka bujësore, mbrohet edhe aktiviteti bujësor, duke e larguar këtë element nga tokat bujësore. Po, ka sipërfaqe të mjaftueshme në male, atje ku është dhënë edhe licenca për parqet eolike. Ashtu siç ka po sipërfaqe sipër në male, për zhvilluar aktivitetin edhe të prodhimit e energjisë elektrike nga panelet fotovoltaike. Po në tokë bujësore jo më. Sepse siç edhe ju vetë thatë, të tre aktivitetet e reja të prodhimit bujësor justifikojnë dhe janë produktive mjaftueshëm për të konkurruar prodhimin e energjisë elektrike në toka bujësore. Qoftë me parqe eolike, qoftë edhe me parqe fotovoltaike. Thëmë këtë, unë nuk e mbështes dot projekt ligji në këtë aspekt. Fare, zero. Nuk e mbështes dot. Nuk e mbështetur edhe më herët, po nuk e mbështes edhe tani. Sepse unë mendoj që kemi mundësi plot për të bërë bujësi në këtë vend. Shikoni, gjatë 4 viteve të fundit ka një tkurrje të kontributit bujësisë në prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Edhe viti i fundit, 2025, shnoi eksaktësisht këtë gjë. U a thash në seancën që kishim po këtë javë ditën e hënë, që kemi një problem shumë të madh. Edhe për 2025 shërbimet u zgjeruan me 5.83% dhe zën gati 49.10% të ekonomisë tonë. Ndërtimi gjithashtu u zgjerua me 4.11% dhe zë tani 12.56% të ekonomisë tonë. Ndërkohë që bujësia u tkurr në 14.59%, në tkurrje të vazhdueshme gjatë 5 viteve të fundit dhe rënja për 2025 ishte 2.50% si kontribut në ekonominë tonë. Tani kjo mund të ndodhi natyrisht. Mund të ndodhi natyralisht, as e diskutoj këtë gjë, sepse po zhvillohen sektor të tjerë të ekonomisë kombëtare që kanë produktivitet më të lartë dhe natyrisht edhe operatorët, po edhe punëtorët priren drejt këtyre sektorëve me produktivitet më të lartë dhe që sjell natyralisht një tkurrje të një sektori siç është bujësia ku produktiviteti ashtu siç u thash edhe më herët është vijon të jetë i ulët dhe me të ardhurat pamjaftueshme për bujqit edhe për blektorët. Po kjo nuk mund të ndodhë me ligj. Ne nuk mund të atkurrim bujësinë në favor të sektorëve të tjerë me ligj. Atje në treg po mund të ndodhë, po jo me ligj. Duke krijuar aksesin që në toka bujësore, edhe me bonitet të lartë, siç është në rastin e parqeve eolike 1, 2, 3, 4, 5 deri në 8, apo kur toka është e mjaftueshme për të kryer dhe aktivitetet të tjera të reja të prodhimit bujësor, ne ta heqim nga bujësia me ligj dhe ta çojmë tek energjia, fjala bie, siç edhe ndodh në këtë rast. Jo, unë jam kundër kësaj. Dhe normalisht kjo nuk mund të ndodhë dhe kjo duhet ndalur, sepse bujësia është një sektor shumë i gjerë e me një numër shumë të lartë punëtorësh në të, që duhet garantojnë të ardhura pikërisht nga aseti që kanë, nga toka bujësore, dhe qoftë publike, qoftë tokë publike, qoftë tokë private, duhet të ndalet për këtë aktivitet. Pikërisht për këtë arsye jam kundër këtij projekti ligji. E dyta gjë që dua të them, ligji ka qenë i hapur deri tani dhe ka qenë i hapur për këto aktivitete të prodhimit të energjisë elektrike që nga viti 2023. Në djenin time, kërkesa të paktën për agri fotovoltaik nuk ka patur, ose nuk ka licenca për këtë punë. Pse? Sepse këta pasunarët tanë e duan të pastër fitimin, nuk duan të lodhen fare, e të respektojnë asnjë kusht që ka vendosur ligji edhe në atë rast, siç është prodhimi i kombinuar bujësor edhe i energjisë elektrike. Sa kohë që se kanë bërë deri tani, pse duhet ta bëjmë më pas? Pikërisht kjo është arsyeja e dytë pse jam kundër këtij projekti ligji.